Unë e di që kriteret janë shumë rigoroze, sidomos tek ju dhe asnjëherë nuk flisni për klientin, por shumë do doja me ditë si klienti psikologëve, kush është ma lehti menaxhueshëm, na qytetarët e thjeshtë, politikant apo doktorat? Ma lehti menaxhueshëm? Psikologët. Ma lehti menaxhueshëm. Më vështirë menaxhueshëm në doktorat. Do me thonë nuk e din çka dojnë. Jo, në esencë më vështirë, se më ka rarë rasti me pas klient doktor, çështja e doktorit është se ka një njohuri të përgjithshme. Dhe si rrjedhoi ankthi që ka pastaj gjithmonë ka të vështirë përkundër analizave të cilat flasin për një gjendje, ai akoma ka më tepër njohuri dhe fillon me atrasu mos është kjo se atribon një problemi tjetër ose tjetër, do thotë veçanërisht se doktorët karakterizohen me anktin shëndetësor. Dhe kjo vjen si pasojë për primatin e marrin. Pikërisht. Mirë po në esencë janë më të psikoedukuar, në kuptimin që i njekin procedurat shumë më mirë se qytetarët të cilët ndoshta nuk e kanë pravavin akademike të mjekësisë. Pikërisht. Po ja din vlerën se përballen çdo ditë me pacientë edhe s'dojnë me pa veten në nivel. Në atë situatë, pikërisht.